çdo moment i vështirë që na vjen në jetë ka një bazë dhe ka një piknisje të jetës tonë, qoftë të fëmijërisë, qoftë të adoleshencës, qoftë edhe të jetës madhore. Do të qoftë një ngarkesë që kanë pas prej shokëve, na nuk jena të gatshëm i dëgju. Edhe kjo mandej e bën ndikimin e vet te personaliteti i fëmisë. Kjo është njëri prej elementeve që e bën fëmin me u ndi i distancuar, që e bën fëmin me u ndi i papëlqyeshëm, ose me një tritur që për ku ta dioni çfarë arsye thjesht e sheh veten që ka filluar me pas rëndesa emocionale, nuk e di çka ashtu i ndodh. Atëherë normal që bëhet shumë punë e mirë edhe me shumë pak seanca. Si ndikon përvoja jone hershme apo fëmijëria hershme në ndërtimin e raporteve tona apo marrëdhënieve tona me njerëz në të ardhmen kur ne jemi të rritur? Për të diskutuar këtë temë edhe shumë çka tjetër rreth kësaj teme, e kam të ftuar psikologën klinike dhe shkollore dhe traumaterapisten Blerta Ferizi Kastrati. Blerta, mirë se erdhe. Faleminderit shumë që e ke pranuar ftesën. Faleminderit për juve, mirë se u gjeta. Është shumë kënaqësi me të pas këtu, duke e ditë që domethënë po na vjen për një qyteti që ti je nga Gjakova, po që funksionon në Prizren, që nuk kemi pas, domethënë një psikolog i cili punon në një qytet tjetër jashtë Prishtinës. Kështu që është një përvojë e pendjej një frymë të re në podcast. Faleminderit Vlera, po më vjen mirë që jam një person që më pru diçka të re në takimin me juve. Unë jetoj në Prizren, punoj atje prej shumë vitesh. Normal që na jemi pjesë e Kosovës edhe kjo stigma jonë për me marrë pjesë në seanca psikologjike pavarësisht prej qyteteve vazhdon me qëndru shumë e fortë, edhe pse kemi lëvizje viteve të fundit si në Prishtinë që jeni mësu, po edhe te na në Prizren edhe në qytetet tjera. Ka lëvizje dhe ka kërkesa që njerëzit dojnë me ndihmu vetes. Ka interesim që kanë pas për dallim prej kohëve të kaluara, kur e kena pas një familje të madhe, e kena pas një motër, një shoqe, në ditët e sodit po mundohemi që me kursy të gjithë, edhe na njerëz jemi edhe kena nevojë për shprehje emocionale. Kështu që kanë filluar njerëzit me u vedisu edhe me gjetë me trokit në dyrë të profesionistëve. Kështu që kjo është e mirë se ardhur për vendin tonë. Diçka që mund bën me pas shpresë se brezat e ri kanë me pas më të lehtë dhe kanë me ndihmu vetes ma lehtë përmes profesionistëve, jo me prit më bëgjana të mdhaja dhe me kalu në faza më të vështira jetësore. Fiks kjo që e tha Blert, do të thonë më bëgjana të mdhaja, se na zakonisht jemi mësuar sot në media, do të thonë që gjithmonë mu diskutu çështjet kur bëhen të mëdha. Do të thonë kur ndodh një vrasje, një vetvrasje, ndodh një ekces madhor, mandej na do të thonë e diskutojmë si çështje, por realisht asnjëherë nuk po mirremi, do të thonë me ato baza, çka neve po na sjellin deri tek një vrasje ose vetvrasje. Edhe pikërisht për këtë mendova që me e trajtu këtë temën se si ndikon fëmijëria jone hershme në, do të thonë, ndërtimin e çdo raporteve tona njerëzore, qofshin ndërtimin e raporteve me partner ose me të afërm ose me kolegë të punës, kolege. Çka mendon që ndikon në ndërtimin e këtyre raporteve? Vlera, gjithçka ndodh për një arsye. Çdo moment i vështirë që na vjen në jetë ka një bazë dhe ka një piknisje të jetës tonë, qoftë të fëmijërisë, qoftë të adoleshencës, qoftë edhe të jetës madhore. Pra nuk ndodhin ngjarjet, nuk ndodhin tragjeditë aty për aty. Muj me fol për një aksident rrugor që mundet me ndodhi papritur, por gjithçka tjetër ka një bazë që paraprakisht individin e shtin në një rrugë të pakthim. Të gjithë na jena mësuar me një familje patriarkale, jena mësuar me një jetë shumë të varur prej triturve, shumë të varur prej burrave, edhe në momentin që fillojmë me pas një farë pavarësie, janë ato dilemat edhe me dyshjet mandej që nuk e kemi atë kohezionin tonë që shka ka ndodhur. Fillimisht fillon e gjykohesh prej familjes, mandej fillon gjykohesh prej familjes të gjerë, edhe shkon gradualisht u përhap si sistemi parahatis. Fëmijëria jonë është diçka shumë e rëndësishme, është baza e ndërtimit të karakterit dhe personalitetit të një individi. Mandej vazhdohet me faza tjera të zhvillimit, vazhdohet me adoleshencën edhe me pjesën e kur na bëhemi adult. Fëmijëria jonë është pjesa ku na kalojmë të mirat edhe të këqijat e para.
Mandej modeli familje është diçka shumë primare në këtë formulim të personalitetit. Po kështë e pjesa që familja do thotë është pjesa bazë ku ndërtohet personaliteti dhe karakteri i një individi. Modeli familjes ka shumë rëndësi në zhvillimin e individit. Për shembull, në familjet tona patriarkale, tash që kemi filluar me u modernizu, mirë po prapë është ajo pjesa jonë stigmatike që sa do modern që jena bo, e kena një element që e gjykojmë fëmin tonë, nuk e përkrahim, i kërkojmë fëmis mu bo si vllau ose motra ma e madhe, i kërkojmë mu bo fëmis si prindi vetë në të kaluarën që bëva ki, ka dash me qenë vetë me gjitha ato suksese, po nuk ja ka dalë për arsye dhe kushtet të ndryshme e kërkon të fëmia i vetë. Janë elemente që bojnë ngarkesa emocionale edhe nuk kanë mundësi me i shprej. Të gjitha shto akumulohen, edhe akumulimi tyne normal që çon në situata të vështira në të ardhmen, çon abuzime, çon në sjellje agresive. Mandej gjatë kohës, kur ti për shembull je një person që je shtyp gjatë gjithë kohës, je kon një fëmijë i tretë në familje dhe nuk je ra shumë në sy, ti automatikisht mundohesh me të urrit, mundohesh me bo gjithçka që me ra në sytë të tjerëve, mundohesh kërkujt mos me i thonë jo, me bo gjithçka për qefin e tjerëve, në asnjë moment nuk e ki veten prioritet. Është një situatë që e lodh dikur individin. Momentin që ai lodhet, automatikisht në asnjë formë nuk i shkon mendja që e ka prej fëmijërisë vetë dhe prej kësaj situate. Edhe nuk din as vetë çka ka ndodhur me veten e vet, edhe mas andaj fillojnë konfliktet e brendshme me veten, shkam gjet mu, unë nuk kesh një kësi personi. Do thotë asnjëherë nuk e ka veten prioritet, po gjithmonë tu mundu me ju bo qefin edhe me qenë prioritet për tjerët. Mandej nuk jena pse mu çudit që mrihim në gjana të mëdhaja me fatalitete dhe histori të ndryshme. Do më thonë Blerta krit kjo që ti e tha, po i bjen që do më thonë na ma mire kemi mi fol temat sa i përket pjesës edukimit edhe fëmijërisë, se sa që të në ngjarjeve duhet më jap normal me qenë temë që se na edhe si të rritur mundemi me vazhdu mu vetë eduku, me vetë reflektu, por prapë se prapë bazën, ma mirë është mu marrë me bazën, e cila është ma e lehtë menaxhueshme dhe ndërtueshme, mu ndërtu shëndetshëm, se sa do më thonë mu marrë mandej me pasojat. Ti tha, vjen një kohë kur individi lodhet, do më thonë edhe kur lodhet, do më thonë a lodhen të gjithë në të njëjtin stad të jetës, apo lodhet secili në formën e vet edhe në kohën e vet. Fillimisht, kur jemi të pjesa që tani arritemi vetë edukohemi, zhvillohemi të gjithë na, që jena arrite, jena edukue dhe kena mri në një stad të zhvillimit tonë, është shumë e rëndësishme që t'i hapim syt për brezat e ri, edhe të mendojmë për pjesën e pasojave. Muj me thonë që na jena brezi që kena kalu në për pasoja, por nuk do të thotë që këta të ri që vinë pas neve nuk janë të e kalu atë pjesë. Kur jemi të pjesa edukimit, çështjet e edukimit të hershëm janë prioritet dhe janë shumë të rëndësishme. Për shembull në vendin ton, edukimi i hershëm nuk është bazik, nuk është me prioritet në renditjen e shkollës. Është pjesa për shembull e qerdhës edhe është pjesa parashkollore që punohet kryesisht për paraqitje në rrjete sociale, pas pak për mirëqenien e fëmisë. Të gjitha këto janë elemente që lojnë pasoja, që gradualisht fëmijën e përcjellin mandej në shkollën fillore, në shkollën e mesme tolte kështu me radhë. Mandej kur jemi për shembull kur kalojmë në familje, shumica e prindërve e pëlqejnë këtë paraqitje në rrjete sociale, se shihen punime, shihen aktivitete, lojna, po asnjëherë nuk shihet pjesë prapa skena se si kanë arritë me realizu fëmijët atë lojë. Askush nuk e sheh që një fëmijë se nuk ka ditë me lut mirë është anashkalu, edhe është qit me një kand ku nuk e kap kamera. Askush nuk e sheh që një fëmijë nuk e ka bërë vizatimin e bukur, edhe ka marrë një koment për mësuesës ma të thjeshtin të mundshëm, sans pas ke bo, që për fëmijën është shumë e madhe. Për mësuesen mundet edhe edukatoren mundet edhe mos më ju kujtu në atë moment që e ka fol, po të fëmija lën gjurmë. Janë të gjitha këto elementet që mblidhen edhe bohen shkaktar që në të ardhmen ta kemi një pasojë. Nëse na i referohemi bazës, do të thotë edukimit hershëm, nëse na mundohemi me qenë profesionist sa ma dej në zhvillimin e mirëqenies fëmijës, pa diskutim që kena me pas nxënësa të mirë, të edukuar dhe të sjellshëm. Po aktualisht nuk jemi të e bo. Aktualisht jemi të fokusu vetëm të paraqitja jashtme. Mirëqenia fëmijëve është e pa diskutueshme, do thotë është zero. Nuk i fusim të gjithë në një rang, se ka dhe prej familjeve që kërkojnë mirëqenien e fëmijëve, mirë po flasim për pjesën ndërmuese, që e mund, do thotë për masën ndërmuese që e mund pakicën, që e mund atë pjesën që mundohen me ngrit zërin me kërku për mirëqenien e fëmijës vet, po hasin në gosht se është rregull i shkollës, në fakt ai rregull nuk është kërkon i shkruan,
ose është rregull që ka ardhur prej drejtorisë, po nuk janë rregulla të shkruara, nuk janë rregulla që zojnë vend. Kështu që nuk mujmë u bazu në fjalë të shkat kanë thonë sot edhe dje, po duhemi u bazu në rregulla dhe duhemi u bazu në mirëqenien e fëmisë. Unë çdo herë mundohem mi ngrit zërin në trajtimin e adoleshentëve. Ata janë në një fazë shumë delikate të jetës tëne. Të gjithë na triturit të dijmë se kena qenë edhe vetë në atë periudhë. Edhe është faza ku ata hala janë të eksperimentu me vetën e vetë. Është faza kur ata mendojnë që janë të ditë gjithçka, mendojnë që nuk na jena të prapamete, nuk mujmë u krahasu. Është fazë kalimtare që kalon shumë shpejt, po gjurmët edhe pasojat i ka fatçate. Për çfarë arsye unë mundona gjatë gjithë kohës që ta diskutoj me kolegët e mi, që ta diskutoj me mësimdhënësit, se është shumë e rëndësishme që para se fillon mësimi të ketë mirëqenie klasa. Në momentin që ka mirëqenie në klasë, automatikisht mësimi do të jetë shumë produktiv, edhe do të jetë shumë efikas në procesin e të mësuarit. Edhe mësuesi gjatë asaj kohe sa ka me bisedu me fëmijët, sa ka me ju shpjegu, ka me pas një orë shumë kreative, shumë atraktive, shumë frytëdhënëse. Në momentin që hinë në klasë dhe nuk arrin me stabilizu qetësinë, në momentin që hinë në klasë dhe nuk arrin me i qetësu fëmijët që me u fitu vëmendjen, është orë dështune. Pavarësisht se na mundohemi me kamuflu, po duhemi me qenë realist se i kena brezat tanë që janë e ardhmja janë mjek të ardhshëm që na kena me qenë paciente tëne. Kështu që duhemi me qitë mjek të suksesshëm edhe të ditur. Jo mjek që kanë mësu në internet ose që kanë mësu në TikTok edhe kanë me na diskutu shëndetin tonë të ardhmen. Për çatë arsye duhemi me qenë ma të vetëdijshëm, edhe duhemi munal me një moment edhe me pa deri ku ka shku limiti i kësaj turme të teknologjisë piquj, që na ka përfshi, na ka shti na të vorbullën e vetë, po flas edhe për veti dhe për të gjithë ne, se në ditët e sotut është bëu mjet shumë i rëndësishëm i zhvillimit njerëzor. Mirë, po keq përdorimi për na çon deri në çato faza që i ceka ma herët, si të problemet në edukimin e hershëm, pra në edukimin bazë, si mandej me adoleshent, edhe po kemi konfrontime. Kemi konfrontime mandej për shembull të prindit me shkollën, kemi konfrontime të prindit me fëmin, se fëmia dashte nuk dashte mundohet me mbrojt veten. Autoriteti institucioni mundohet me mbrojt veten, prindi gjithashtu me mbrojt veten dhe fëmin, mirë po nuk e kemi asnjë zgjidhje përfundimtare. Do të thotë kalohet ajo situatë, kaloj edhe kësaj radhe, shkaktari asnjëherë nuk ndëshkohet, asnjëherë nuk trajtohet, pasoja, do të thotë individi që është pasojë e ngjarjes shkaktare, i merr disa ndëshkime, se edhe ti e kon pjesë aty, edhe mundohet vetë me veten mi kalu. Kjo është vështirësia. Asnjë traumë, asnjë abuzim, asnjë situatë vështirë emocionale nuk kalohet vetëm. Kërkush nuk e edukon fëmijët tonë që duhen me kërku ndihmën e profesionistit. Shumica e shkollave tona aktualisht kanë psikolog. Asnjëri prej fëmijëve nuk nxitet në kuptimin e mirë të fjalës që të shkon edhe ta trajton një çështje të vetën vështirë me psikologen. Kemi prej kolegeve me keqardhje që nuk e ruajnë etikën e punës. Kemi prej prindërve që janë insistuese dhe nuk dojnë që fëmia i vetë më shku te psikologu i shkollës, po kemi edhe fëmijë që qeshen mandej prej grupit në shkollë edhe refuzojnë me trokit në derën e psikologut. Ku është një derë e cila i ndihmon që ai shumë lehtë me ta i kalu këtë vështirësi, edhe për shembull me shumë pak seanca me u rikthy realitetit edhe me ta i kaluat pasojë që e ka përjetu. Mirë po na vyn këto dhe pakës, na vyn edhe pakës punë edhe vetëdisim i vendit tonë. Vlerëta krit këto që ti duke i ndo atash, do më thonë, konsideroj që në tepër me rëndësi për krejt ne dhe shikust e këti podcasti me i dëgju. Unë po du me ditë, do më thonë, ti e tha në fillim që ne kemi pas një fëmijëri ku do të thonë sistemi patriarkal ka qenë diçka, do të thonë rregull, ka qenë sistemi i jetës. Mandej do të thonë mënyra e jetesës ka qenë më ndryshe se sot. Mirë po realitetet që ti po i ndon edhe që na jemi të vetëdijshëm, do të thonë të vetëdijshëm, i dijmë po i anashkalojmë shumë shpesh si realitetet jetës. Po i bjen që edhe fëmijëria e fëmijëve sot nuk është e kënaqshme ende. Do të thonë nuk është në një nivel standard përkundër këtij modernitetit, do të thonë që na jemi tu e jetu si njerëz. Prapse po i kemi ato qalime të cilat po na ngrisin pikpyetje për të ardhmen. Fëmijëria jonë prej fëmijërisë fëmijëve tanë dallon. Një që shka dalu e jona prej prindërve tanë. Pra, këto ndryshimet e epokave janë të mirëpritura dhe normale se kanë me ndodhë gjithmonë edhe mas një kohët fëmijëve tanë me të njipave tanë kanë me ndryshu.
proces normal. Po diferencat që mu imi bo për shembull te pjesa kur kemi qenë na fëmijë edhe tash që janë, është e vërtet që fëmijët e sodit janë të pakënaqur. Është e vërtet që fëmijët e sodit kanë gjithçka në dispozicion, po as nuk dinë mi shfrytzu, as nuk dinë më kënaq me ta, për dallim prej neve që nuk kena pas kur gjonë në dispozicion. Mirë po, kjo është një proces normal i zhvillimit njerit. Fëmiu është kërkues, fëmiu gjatë gjithë kohës është në pjesën alert që pret çka ka mi ndodhe re. Nëse na nuk i kena pas teknologjinë dhe nuk i kena pas lodrat në dispozicion që fëmijët tonë i kanë pas, ne i kemi pas nanat tona. Që shumica nanave tona kanë qenë gra mbise me shumë respekt, edhe kanë qenë gra që kanë ndikuar në edukimin e mirëfillt të familjes. Në ditët e sodit, të gjitha nanat jemi nana karrieriste, që mundohemi në format tona më të mira të mundshme me ndikuar në rritjen edhe edukimin e mirëfillt të fëmijëve tonë. Mirë, po prezenca jonë me fëmijët tonë është e kufizone. Edhe më e rëndësishme është prezenca jonë me fëmijët, se sa gjitha ajo teknologji që ata kanë në dorë. Të gjitha ne kur kthehemi pas një dite të lodhshme në punë, kemi nevojë për pak privatësi dhe kemi nevojë për pak kohën tonë që me së paku një gjysore që neve na duhet për veten tonë. Është ballafaqimi jonë i parë me fëmijët, që ata më nxjerrin tu e prit kthimin tonë në shtëpi me na tregu që kanë kaluar në shkollë, qoftë një lëvdat, qoftë një ngarkesë që kanë pas prej shokëve, na nuk jena të gatshëm i dëgju. Edhe kjo mandej e bën ndikimin e vet te personaliteti i fëmijës. Kjo është njëri prej elementeve që e bën fëmin me undi i distancuar, që e bën fëmin me undi i papëlqyeshëm. Pavarësisht dëshirës tonë të madhe, se është e padiskutueshme që secili prind don më të mirën për fëmin e vet, mirë po në anën tjetër asnjëna prej neve nuk hekim dorë prej ndërtimit të karrierës. Kështu që mandej dalmi në atë pjesën, në atë dilemën. Kështu që të dy fëmijërit kanë qenë të mira në formën e vet, të dy epokat, të dyat i kanë pas vështirësitë e veta. Nëse atëherë kena pas prindin, kena pas një moment kur na i na lodh prej prindit edhe kena lyp me pas diçka më ndryshe. E kena lakmu një fëmijë që e ka pas një lodër i vetëm në lagje për shembull, edhe kena dhënë ta kisha si kuraj. E kundërta që tash për shembull njëri prej fëmijëve ka nanën në shtëpi dhe të gjithë e lakmojnë sikur ta kisha dhënë nanën në shtëpi. Po të dy epokat i kanë të mirat edhe të këqijat e veta. Kto janë pjesë normale që ndodhin te jetës. Na jena ka jetojmë në një botë digjitale, kështu që e kena shumë të vështirë mu përshtat na me ata. Po, Blerta, sa i përket pjesës digitalizimit edhe teknologjisë, unë gjithmonë e them, nuk ka podcast që do më thonë nuk kam të ftuar që nuk ndërlidhe tema me teknologjinë. Unë e bile para 2 podcastave, nëse nuk gaboj, e kisha një specialist të inteligjencës artificiale me të cilin diskutum rreth ndikimit të AI në, domethënë, shëndetin mendor të njerëzve, edhe ai supozonte që dhe roli i psikologut do të zëvendësohej. Edhe shumë kisha dashur me ditë një mendim shumë të shkurtë tëndin, pa i dhënë edhe shumë rëndësi, domethënë, për këtë pjesë. Po para se me vazhdu këtu, vazhdoj me pak reklama dhe kthehemi. Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB, vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit. Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj. Lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësinë që fëmijët tuaj të argëtojnë në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend.
Blerta u rikthym prap, edhe do më thonë e përmenda pjesën e teknologjisë, pjesën e ChatGPT-s që sot është shumë aktuale dhe që po pretendohet që njerëz sot po hyjnë edhe me bo një farë relaksi emocional duke bisedu me to. Çka mendon për këtë pjesë, për teknologjinë edhe çto fenomene që po ndodhin sot? Përdorimi i teknologjisë në vendin tonë ka marrë zhvillim edhe për masa shumë të hapshme që nuk kanë të ndalur. Po njëkohësisht edhe keq përdorimi i teknologjisë. Fëmijët në ditët e sotme dinë me përdor teknologjinë shumë më mirë se të gjithë ne, edhe janë shumë të zot në këtë drejtim. Po është shumë e rëndësishme kufizimi i kohës, është shumë e rëndësishme përcjellja çka po shohin, edhe ndërveprimi që e kanë me tjerë në rrjetet sociale. Është e pamundur që t'i kontrollojmë, po të jemi afër tyne edhe të ju qëndrojmë pranë para se të ndodhë diçka. Për shembull të pjesa e ChatGPT-s, kum pas shumë raste ku e kum pas se fëmijët kanë hyrë me bë detyra me ChatGPT. Edhe është diçka shumë e dukshme për një mësues që kur i kontrollon detyrat e vrejnë kur janë përgjigjet e fëmijës edhe të ChatGPT-s, se ChatGPT ka diçka shumë precise, edhe përgjigjet që ai jep janë super të sakta, edhe secili mësues e njeh nxënësin e vet, edhe di në çfarë niveli nxënësi jep çato përgjigje. Kështu që i shkon njëna prej hapave të parë që mësuesi i kish mujt me ndihmu fëmijës, të e ulën tavolinë dhe të i kallëzu që është e rëndësishme çka ke më mësu ti. Se nëse na nuk i kena telefonat me bateri, për shembull, nuk kena ChatGPT. Kena me u gjindë vetë me një situatë. Kështu që ata duhen më konë të përgatiten me u gjindë vetë, se jo gjatë gjithë jetës ki me mujt me përdor rrjetin e internetit edhe telefonat janë po pjesë e jona, po kur nuk e dihet ku kena me përfundu. Kështu që nëse nuk i përgatisim fëmijët me qenë fleksibil, atëherë ata kanë me qëndru vetëm në pjesën mekanike, edhe mo nuk kanë me qenë të aftë për absolut asnjë funksion të vetin jetësor. Mandej është pjesa tjetër për shembull kur është koha e gjumit, që shumë pak prej prindërve arrijnë mi kontrollu për fëmijët e vet. Është e fëmijët për shembull të klasa e parë deri në të 5-ën që luajnë lojna, po është mandej prej klasës 6 deri në të 9-ën që fillojnë me intensitet përdorimin e rrjeteve sociale, e kombinojnë bashkë me lojra, janë mandej shumë lojra të dhunshme që luhen, që i bojnë fëmijët me qenë edhe agresiv, edhe pa përqendrim në shkollë, i bojnë me qenë të pavëmendshëm, i bojnë me qenë të paedukun, kanë sjellje të këqija. Të gjithë mësuesat mujnë mi vrejt me këto sjellje fëmijët në klasën e tyre. Kur fëmia është në gjendje me të flejt 2 orë të para të mësimit, fëmia është në gjendje me të flejt edhe orën e 3 mas pushimit gjatë. Do thotë ajo e ka një lodhje ekstreme që nuk mundet me u ri me këmbë asnjëherë. Edhe kur bisedon me prindin thotë se fëmia vjen në shtëpi edhe vazhdon me qëndru në telefon. Do thotë është diçka shumë e frikshme. Unë prapë ripërsëriti, na nuk mujmë ndalu botën digjitale se jemi në këtë pjesë, jemi realiteti saj. Po çka mujmë me bë është ndarja kohës. Të mësohen fëmijët, të edukohen fëmijët në formën që edhe me përdor internetin, po edhe me u vetë zhvillu. Okej, mësove diçka në internet, po përdoren praktikën tonë, ose hajde ta bëjmë bashkë. Unë e thash edhe më herët, na jena nëna karrieriste, nuk është sikur përpara, duhemi me punu shumë për me pas pak në krahasim me përpara që ka punu dikush edhe kena jetu krejt familja. Mirë, po duhesh me nda të vetja jote çka ki prioritet. Përdorimi i telefonave dhe keq përdorimi i telefonave janë të shku paralel. Edhe kërkosh as prindërit, na prindërit, as në shkollat me simdhënësit nuk janë të marrë masa në këtë drejtim. Jo që nuk e dinë, jo që pi dëgjojnë për herë të parë prej meje, se që janë të vetëdijshëm për këtë çështje. Mirë, po iniciativa për me ndërmarrë masa nuk ka. Të gjitha shkollat thojnë se nxënësat kur të vinë duan 1 milion telefonat në sekretari, duan 1 milion me një dollap, nuk funksionon. Jemi dëshmitar që nuk është të funksionon. Edhe në momentin që ti mundohesh fëmin tanë mi bën ndryshe prej tjerëve, e bën element të bullizimit në shkollë. Kështu që është një cikel i tërë që duhet me marrë masa në këtë drejtim, edhe mi stabilizu këtë situatë. Nuk është vetëm të na, është globale, është çështje shumë serioze në të gjithë njerëzimin. Mirë, po secili në formën e vet duhet mi dhon kontributin e vet për individ që i kanë familje, për fëmijët e vet. Vlerëta para se me kalu te pjesa, domethënë në mënyrës së trajtimit ose domethënë te çësia që ju e përdornin për dëshmëri gjatë punës juaj me klient, po du me ditë, po besoj që edhe shikuesit kanë nevojë mi ditë, domethënë modelet të cilat e përcjellin një njeri në domethënë në rritjen e tij. Për shembull, ju i përmendet ndikimin e familjes, ndikimin e rrethit, ndikimin e shkollës, por cilat janë ato modele që domethënë ndikojnë të dikush në funksionimin e tij si rritur? Vlera modelimi gjatë procesit rritjes, modelimi kryesisht i prindërve, është pjesë e bazës së zhvillimit.
Fëmijët e ka tregu shkenca dhe tregojnë përvojat tona jetësore që fëmijët mësojnë shumë tu pa, krahasim me tu i thon fjalë dhe tu i eduku në forma duhesh. Sa të gjitha ato që ti thu fëmijës duhesh, vetëm 1% i tyre e zën vend. Domethënë ai na dëshmitar të këtij zhvillimi jetësor dhe të kësaj kulture. Fëmia na nuk kena nevojë as për me diskutuar, është vull që fëmia mëson ty e pa prindin. Në momentin që fëmia është në një familje abuzuese, në momentin që fëmia është me një familje dhunuese, po në momentin që fëmia është me një familje piquj të rregullt, me prindër me një jetë mesatare, me prindër që punojnë një punë të mirë, me prindër që kthehen në shtëpi me kohë, me prindër që kontribuojnë për zhvillimin e fëmisë, me prindër që japin shembuj të mirë, të sjelljes mirë, të kujdesit, të respektit, automatikisht fëmia në njëjtën formë ka mi kthy. Nëse fëmia shen abuzim gjatë gjithë kohës, ka me qenë abuzim me prindin e vet, ka me qenë edhe abuzim në komunitet. Nëse fëmia është e dhunë, fëmia ka me qenë dhunues në komunitet. Nëse fëmia është e mirësi, fëmia ka me qenë i mirë në komunitet. Do thotë janë sende që ndodhin pa fjalë, ndodhin vetëm me procesin e të pamurit, vetëm me një shqis tone, nuk ka nevojë të përzihen të 5 shqisat. Është shumë e rëndësishme se për shembull, nëse gjatë një familje, nëse ki disa elemente të vështira dhe ki dikon që ka tonin e nalë zonit edhe dëgjohet gjatë gjithë kohës, e folura ati normale është bërtim për të gjithë ne, për shembull, pa e arsyeton justifikon veten se ç'është flas. Automatikisht fëmijët e tij kanë me qenë të tillë në komunitet. Ai nuk mundet me thonë për veten e vet që më të bërtit. Edhe e mohon gjatë gjithë kohës, po kur e sheh reflektimin te fëmia i vet, nalet edhe mendon. Edhe nëse tu e mendu kthehet në një pikë, unë pse pas na bërtit. Edhe e kupton se dhe ai vetë ka modelu për dikujt paraprakisht, që një prind i veti e ka pas një përjardhës dika që e ka dhënë këtë model, ose ka qenë për shembull fëmijë neglizhues, ose ka qenë fëmijë pa përkrahur në familje, ose për shembull na shqiptarët që e kemi pas që na duhet një djalë në familje, kanë qenë ato stilet tona të familjes që i kemi rendit vajzat për një djalë, edhe në renditjen e vajzave nuk ju kemi dhënë dashurinë e duhur, nuk ju kemi dhënë kujdesin e duhur. Momentin që ka ardhur një djalë, i gjithë orientimi familjar ka qëndruar aty, edhe të gjitha ato kanë qenë në hije. Të gjitha ato janë mundu, janë përkushtu për vllahun e vogël. Edhe kur ato janë bërë vet nana, kanë bërë të njëjtën sjellje sikur nana atyne. Pra modelimi edhe ajo që ka fëmia shet të prindi vet, është baza. Nuk kemi nevojë të gjitha nanat, nuk kanë nevojë me pas ku me ditë çfarë shkolle, nuk kanë nevojë me pas ku me ditë çfarë profesioni, janë thjesht nana që mund me dhoni edukim shumë të mirë, me norma bazike të njerëzimit, me sjellje të mirë, me edukat, me mirëqenie, tu kontribu të fëmia e vet që me qenë fëmijë i sjellshëm edhe që me qenë fëmijë i mirë për komunitetin. Edhe mandej shkon mirësia atu është brenda. Po. Blerta, te pjesa i përmendet abuzimet, për shembull. Na e dim që qasjet ndryshme psikologjike ekzistojnë edhe punohen prej psikologëve, varësisht specializimit që ata e kanë. Ju e keni një specializim që domethënë është kryesisht i ri tek ne, nëse nuk gaboj. A mundesh me na jap pak sqarime për të edhe njëkohësisht me na tregu mënyrën apo standardet e trajtimit të individëve në bazë të këtij specializimi që ju e keni? Specializimi që unë e kam së fund me thirrjet BWRT, Brain Working Recursive Therapy, është një qasje komplet e re e psikologjisë, mund me quajt qasje revolucionare, për faktin se ka ndërhyrje shumë ndryshe prej të gjitha terapive tjera që jena mësuar me i pa në fushën e psikologjisë. BWRT është një terapi komplet neuroshkencore dhe bën ndërhyrje direkte në procesin e të menduarit tek individi. Kjo terapi mund mi quajt që është revolucionare për faktin se bën ndërhyrje tek të gjitha këto vështirësitë e individit me efekte të shpejta. Edhe jep rezultate shumë shpejta. Është shumë e rëndësishme që individi me qenë i gatshëm me ndihmu vetes. Pra me ardhur me vetvullnet, jo për hatrin e dikujt ose pse nxitet. Për shembull një adoleshent nxitet prej prindit edhe vjen veç se s'ka çare pa ardhur. Nuk muj me pas as BWRT as terapi tjera rezultat. Ose nëse jena tu fol për një adoleshent që me të vërtetë do të ndihmu vetes, ose me një tritur që për ku ta dioni çfarë arsye thjesht e sheh veten që ka filluar me pas rëndesa emocionale, nuk e di çka ashtu i ndodh, atëherë normal që bëhet shumë punë e mirë edhe me shumë pak seanca. Kur e them këta me shumë pak seanca është për faktin që bëhet ndërhyrje direkte te procesi të menduarit,
Bëhet në formën kur na jena në një pikë të caktuar, për shembull të një pune me fëmijën, është komplet i vetëdijshëm, është komplet proces i të menduarit, që fëmia bën instalimin e informates re, edhe në fund të seancës, gjithçka që ka qenë e fëmis, është shumë e përpunuar te vetja vet, edhe ajo është në gjendje shumë të mirë emocionale. Është në gjendje që me vazhdu matutje me një lehtësim të fortë. BWRT-a bën diferencë prej terapive tjera për faktin se është komplet neuroshkencore. Atëherë specializimi im i fundit në të cilin kam përfunduar thirrjet BWRT është Brain Working Recursive Therapy. Është një terapi komplet neuroshkencore dhe bën ndërhyrje direkte në procesin e të menduarit tek individi. Është terapi e cila ka bazën në eksperimentin e nobelistit Benjamin Libet, i cili vërteton se truri jon reagon në 1/3 e sekondës para se të jetë i vetëdijshëm. Atëherë dhe ndërhyrja jon bëhet ajo pjesë ku jep sinjale të menjëhershme në mendimin e individit. Është njëna prej terapive e cila ka filluar funksionimin në vitin 2013 edhe ka dhënë rezultate shumë të shpejta, shumë efektive, për faktin se brenda seancës vret diferenca në ndjesitë emocionale të individit. Në vendin ton po është prej terapive më të reja, por që ka bu rezultate të dukshme dhe që jep ndryshimin prej terapive tjera, me ato shka i na mësu në psikologji, me ato shka i na mësu për shembull që në përgjithësi vendi jonë ka idenë se më shku te psikologu duhet gjithmonë me vetëm ja tregu punët e mia, por në fakt nuk është ajo. Diçka për shembull që ti ndan me psikologun përmes BWRT-s mundesh me punu vetëm si koncept. Është për shembull terapia që nuk ka nevojë të rikthehemi në pjesën tonë traumatike, në pjesën tonë të vështirë, cila do qoftë ajo, për dallim prej terapive tjera që duhet ta nxjerrin pakës më shumë në pat traumën, duhet ta punojmë pakës më thellë dhe duhet ta punojmë me shumë seanca. Mirë po, edhe në fund të seancës nuk të krijohet ndjesia e njëjtë që të krijohet me BWRT. Se BWRT-a gjatë kohës kur ti e punon një traumë të caktuar, ose e punon një fobi të caktuar, ose një element emocional, një zemrim, cili do qoftë ai te individi, në fund të seancës ai te vetja vet ka me qenë dëshmitar se ka përfunduar gjithë ajo ndjesi. Ajo çka ti e ke përjetuar në jetën tonë, ajo nuk zhduket, se na njerëz jemi edhe nuk është ideja me zhduk historinë tonë ose mendimet tona, po ki më koni qetë kur ti e rimendon atë situatë të vështirë, kur ti e mendon atë traumë. Është terapi e cila jep ndihmë shumë të madhe, sidomos tek adoleshent, se adoleshentët i kanë këto ndjesitë e vështira të bullizimit që përjetohen në shkollë. Këto kanë ekzistuar gjithmonë, mirë po tash kanë marrë për masa më të mëdha për faktin se buhen shumë virale. Edhe automatikisht mandej bullizuesi, i bullizuari vazhdon me pas një vështirësi më të madhe se e sheh veten që e kanë kuptuar edhe të tjerë. Diçka që në të kaluarën ka ndodhur aty dhe më vështirë kanë pas me kuptu rrethi. Është shumë e rëndësishme që kur bëhet identifikimi për shembull i rasteve që personi tjetër i gatshëm i ndihmu vetit, mos ta ketë frikën që personi që e ka bullizu ka mi kuptu dhe ka mi abo ma keq. Në momentin që ajo është i gatshëm të ndihmoj vetes, atëherë është prej terapive që e lehtëson shumë, se nuk e kthen në të gjithë situatën, nuk ja vështirëson gjendjen me rikujtu edhe një herë si ka qenë ai moment i vështirë, po thjesht fokusohet vetëm në proces, vetëm në ndodhin. Edhe aty punohet mandej që e jep rezultatin e menjëhershëm. Po. Faleminderit shumë për sqarimin shumë e qartë. Blerta, a ka ndonjë tipar të saktuar emocional apo apo strukturë karakteri që shpesh bëron nga raportet me prindërit? Që rritesh edhe ki një cilësi ose diçka të caktuar, po që e ka burimin prej rolit të prindërve në jetën tonë. Unë e thash edhe më herët, na jemi dëshmitar edhe shohim fëmijë të ndryshëm prej familjeve të ndryshme, po shohim edhe adult të ndryshëm që kanë buru prej familjeve. Unë e thash një shembull të pjesa e zonit lartë, që është një shembull më i thjeshtë dhe më popullori në shoqërinë tonë. Mirë, po në të njëjtën kohë e kemi pjesën, për shembull nëse nale me bëni analizë të zhvillimit të evolimit të një familje, kur baba rrjedh prej një familje kur ka qenë fëmia më i vogël, edhe gjatë gjithë kohës është neglizhu. Ai baba gjatë gjithë kohës ka punu krejt jetën e vet që ta fitoj vëmendjen
edhe t'ju tregoj familjes vet që ajo është i aftë me po diçka. Po familja vet prap nuk e ka vrejt. Gjatë kësaj kohe kur ai punon, ai gjatë gjithë kësaj kohe familjen e vet e neglizhon. Pra kemi një element të neglizhencës që vazhdon. Ku fëmijët e vet, gjatë gjithë kësaj kohe, kanë qenë neglizhuar prej babës. Kanë qenë tu e pa babën e vet, kanë qenë dëshmitar se ajo shka punon me kënaqsh tjerë. Ai gjatë gjithë kohës punon që m'ia fitu vëmendjen babës. Baba nuk arrin m'ia tregu fëmijës vëmendjen se o ka jep dikujt tjetër vëmendje. Është një prej elementeve konkrete që e jep një dëshmi. Fëmia kur të rritet, mundohet me bo një familje të veten, mundohet me arrit në një pjesë të mundohet me kriju familjen e vet, mundohet me tregu edukimin e vet, po edhe ai mundohet me kriju pjesën e vet që mi dhon shembull babës se ku mriva. Po gjatë kësaj kohe kur ai ka dhënë m'ia dhon shembullin e babës ku mriva, jemi në pikën ku edhe ai edhe baba kanë bërë të njëjtën. Me u dhon shembullin familjeve të veta, po njëjto ka le familjen e vet anash. Kjo është shumë e shfaqur në shoqërinë tonë. Unë gjatë punës time e vrej shumë shpesh, prandaj edhe mora si shembull konkret se është shumë aktuale. Andaj edhe te pjesa e prindërve që janë buzev, ka prej fëmijëve për shembull që shohin një situatë dhune me familjen, po ose për shembull që ndërhyn dikush, edhe nana gjatë gjithë kohës e arsyeton, hajtë se u koni lodhën baba sot. Ky është baba, jo duhesh mi dasht. Edhe fëmia kur të rritet, edhe në jetën e vet arsyeton dhunën. Pra bëhet pranuesi i dhunës. Kështu që janë elemente më të thjeshta të mundshme edhe më të shfaqura në shoqërinë tonë, që jemi dëshmitar që reagojnë çdo ditë, që jemi dëshmitar se prej nga rrjedh çashtu edhe je. Nuk do të thotë se na nuk mujmë i parandalu. Nuk do të thotë se na nuk mujmë i ndalu. Është shumë e rëndësishme vetëdijsimi i individit, edhe është shumë e rëndësishme që të mirën masa për mi zgjidh një problematikë të tillë të vetja. Nëse në rastin konkret e ke identifiku veten që ti e kon personi që sikur baba jot shembull, ki bo gjithçka për mi kënaqsh tjerët. Mirë po, je ka bën të njëjtën, je ka neglizhon fëmijët e tu, e kuptove, stop. Edhe kërkoj ndihmën. Në këtë rast, të gjithë këta individ nuk mujnë vetëm me ja dalë. Kërkohet ndërhyrje terapeutike. Ndërhyrja në këtë rast, për shembull, BWRT është idealja, për faktin se bën ndërhyrje shpejt, bën ndërhyrje direkte, edhe individi për një kohë shumë shkurt e rikuperon veten edhe të menduarit e vet. Fillon edhe riorienton veten në jetën aktuale ku është, e riorienton veten në familjen e vet, jo tu e lën ana zhvillimin e vet, përkundrazi fuqizohet hala më shumë. Mirë po e gjen veten tu i ndihmu edhe tu përshtat me familjen e vet çysh kish dasht ai, jo çysh ka pa ai. Për ato është shumë e rëndësishme trajtimi i mirëfillt, është shumë e rëndësishme përzgjedhja e terapistëve, është shumë e rëndësishme terapisti në çfarë fushë është i profilizuar, se nuk do të thotë për shembull që ti e ke një specializim edhe mundesh me bë të gjitha gjanat. Është shumë e rëndësishme të gjithë na me qenë përgjegjës ndaj veprimeve tona, që mos me marrë në përgjithësi trajtime të rasteve që nuk jemi kompetent. Pra shumë e rëndësishme që të jemi të ndërgjegjshëm ndaj asaj çka mujmë me ofru. Ideja është të japim individit më të mirën të mundshme. Po, Blerta, kjo pjesa vetëdijsimit, do të thonë si të pa i lënë anash të gjitha që i tha, mirë po tepër me rëndësi për shkak se kemi shumë nevojë për ngritje të vetëdijes, me e ditë kur unë kam nevojë për terapi. E që të na, do të thonë shumë shpesh kemi kërkesa nga familjarët që me e dërgu dikë për terapi, por prapë se prapë individi nuk pajtohet, do të thonë nuk vetëdisohet se unë është e vërtet që kam nevojë. Çysh mundet një individ me vetë reflektu, me veten e vet, do të thonë deri unë shembull. Po i kam disa sjellje problematike, të cilat po shkaktojnë probleme brenda familjes. Edhe tash unë këto sjellje nuk po i pranoj prej ankesave prej anëtarëve të familjes që po më vijnë. Çka unë muj me bëu si individ që, do të thonë, me arrit me kuptu nëse unë kam nevojë. Do të thonë, më duhet më shku te Blerta, shembull po e marr, ose te kushdo terapist tjetër. Vlera, vetë edukimi i të rriturve është një fazë më e vështirë se edukimi i fëmijëve. Për faktin se kur ti mri në një stad jetësor, që ti ki kriju një karrierë, që ki kriju një familje, ti nuk e sheh më veten person që duhesh mu kthy prapa. Edhe kur jemi në këtë pjesë, është shumë e vërtetë që kërkush nuk e pranon vështirësinë e vet. Për çato duhet punë. Për mi vrejt ti që të punë, është kur ti e sheh indiferencën për shembull të fëmijës tënd. Kur ti e sheh që fëmia yt është ka të largohet, ti automatikisht e kthen mendjen se edhe ti u ki largu rasti konkret që spjegova evoluimin e familjes, kur ti u ki largu pa vestan, do thotë keni mri në qatë stad.
Në ditët e sotit, të gjithë jemi të folë se ka fillu mu hek tabuja me shku te psikologu, është normale me shku te psikologu, po i gjithë ky normalitet që po flitet, asnjëherë nuk po nalemi me analizu. Për shembull, kur thojmë është normale me shku te psikologu, del një situatë tjetër kur flasin dy vetë edhe për shembull një çift, edhe i thot burri gruas më ki bo me shku në psikolog. Më thonë përderisa po është normale, ti pi konteston ato që i bo me shku në psikolog. Është e rëndësishme të kuptohet qartë shkuarja te psikologu. Nuk duhesh me pas një çrregullim të caktuar për me shku te një psikolog. Nuk duhesh me pas patjetër një situatë traumatike që ti e ke kaluar në fëmijëri për me shku te një psikolog. Mundet me qenë një situatë shumë e thjeshtë, stresuese e punës tone, që ti e ke kalu gjatë një javë, 2 javë, një muaji, edhe ta ka vështirësu ty veprimtarinë tonë dhe qasjen tonë me familjen. Edhe ti automatikisht të sheh që nuk je ka kalon kohë me familjen. Automatikisht të sheh që ti janë rrit ardhurat, se ki bo punë pak më të madhe, mirë po e ka sheh që i tu hub diçka pak më të vlefshme, që tu duhet më bo ndërhyrja. Që tu duhet më bo vetëdijsimi, që nuk kena nevojë me shku te psikologu pse unë u përlava me ty, po kena nevojë me shku te psikologu pse unë kam nevojë mi qetësu veten time. Kur thomi qetësu veten time, ti nuk duhesh më kon një njeri agresiv për me pas nevojë më qetësu. Ti thjesht i ki disa emocione të ngatrune që nuk din me i dhon emër. Edhe një profesionist me shumë pak seanca të ndihmon që ti mi orientu veten tonë. Dhe kur ti orientohesh, ti e ki ma lehtë mi përballu stresin në punë, edhe je shumë më produktiv mandej me familjen tonë. Që kjo është elementi i diferencës që më ki bo për psikolog, edhe është normale me shku te psikologu, që e kum vrejt që Kontradikt. Po, kontradikt e madhe, e kum vrejt që po funksionon dhe po përsëritet gjatë gjithë kohës. Do të thotë është bo si një rreth kështu vicioz që o thuhet se është normale me shku, o thuhet se më ki bo me shku te psikologu. Për shembull, kur themi më ki bo me shku, ma nxive dorën edhe u bona me shku te mjeku, mi shëru. Trajtimet e psikologu dhe trajtimi i situatave të vështira të psikologu dallojnë. Nëse punoj me çrregullime, atëherë është diçka krejt tjetër, është një punë krejt tjetër, është niveli i dytë i terapisë. Po nëse punoj me një stabilitet emocional, është diçka krejt primare. Edhe është një diçka krejt e thjeshtë, që shumica e kemi të nevojshme. E kemi të nevojshme edhe unë të puna jeme dhe ti të puna jote, pavarësisht pse jena të kësaj fushë. Mirë, po ka nevojë edhe fëmijët në shkollë, edhe mësuesat në shkollë. Unë e di se e kam parasysh sa e vështirë është puna e mësimdhënies në ditët e sodit. Po nëse të gjithë mësimdhënësit kishin qenë transparente dhe kishin leju vetes me ndihmu, ishin me qenë më produktive në shkollë. Po nëse e di që kam u kritiku kur ta dëgjojnë këtë fjalë. Mendoj shumë e mirë që e tha, se besoj që është shumë e nevojshme. Nga përvoja tona të përditshme, si prindër e dim sa është e nevojshme, por rezistencë njëkohësisht e dim, ju e dini edhe më mirë që jeni në përditshmëri. Është rezistencë shumë e madhe, edhe është gjithmonë ajo ideja se unë nuk kam nevojë. Nuk do me thonë që duhesh mi pas një nevojë specifike, për vazhdoj me qenë e përsëritur, po për të qenë e kuptuar drejt. Nuk është nevoja ta kesh një specifik diçka. Të gjithë na kena familje, dhe të gjithë prej familjes, për shembull mësuesi ose une, dal në zyren teme. Edhe mësuesi shkon para nxënësave. Po në familje e kiloni jetë që dashte nuk dashte ka me të ngarku pakës emocionalisht. Prandaj pse mos më marrni ndihmë, që mundet me ta dhon psikologu i shkollës ose që nuk don me të pa kolega jo të shko te dikush tjetër, po ti përgatitë veten tonë dhe del i qetë para fëmijëve. Paraqitja para fëmijëve përcjell energji, si pozitive si negative. Na deshtem e nuk deshtem nuk e komandojmë. Është pjesë që ndodh vetveteu. Edhe kur na thojmë, për shembull, kum pas raste kur ka thonë sot s'ishin kërka fëmijët. Si ka mundësi mos më kon fëmijët kërka? Mujnë më kon 2 fëmijë që kanë qëndru gjithë natën në telefon. Ti mundesh mi kërku përgjegjësi prindit vet dhe mundesh a ditë mi çon shpejt, mi thon fleni, më marr me mirëqenien e tij. Po nuk mundet me qenë një klasë me 20 nxënësa kërka. Kështu që në momentin që nalemi me reflektu, atëherë gjithçka ka me qenë më e lehtë, po dhe ka me qenë më e zgjidhshme, ka me marr tamam emrin e vet që i takon. Po, hala nuk e kena hekat pjesën që e drejtojmë gishtin tjetër ka. Fëmijët sot nuk u kanë kërka. Unë jam në rrugë del e takon dikon që ja zan rrugën edhe ai nuk është kërka, po në asnjë moment nuk nalemi me ndihmu vetes. Të gjitha ato vështirësi që na i kalojmë, edhe na jemi modeli dikujt që e kena kalu para prakisht se kemi qenë fëmijë, edhe fëmijët tonë janë modeli joni. Të gjithë na e kena pjesë tona që kur nalemi mi mendu, e shohim që e pas na qytu një qalem edhe është mirë mi te kalu.
mirë po nga vyni vedisemi lartë i profesionit psikologut, që me marrë iniciativën atë qalimin mi të i kalu. Blerta, konsideroj që pjesa arsimit tek ne është domethënë në një nivel për mua të frikshëm. Kur po them për mua, po them për vlerën në perspektivën e prindit, në asnjë perspektivë tjetër të prindit. Domethënë për shkak se unë konsideroj që dhe shumë prindër se unë janë shumë të interesuar që fëmia i tyre me qenë mirë emocionalisht. Domethënë unë nuk jam e interesuar fëmia im me arrit titullin PhD, por duke mos qenë mirë emocionalisht. Tash ne këto destabilitetet emocionale që i diskutove edhe ti, domethënë që e normale për shumicën prej nesh është okay, ato e dim. Mirë po mos të arrim në stadin, domethënë në një stad nivelit më të lartë. Kur po them për arsimin, po them për plan programet që unë konsideroj në bazë të përvojës time si prind deri tash. Domethënë që sidomos cikli urt kanë plan program që unë vlerësoj që është jashtë kapaciteteve të fëmisë. Më thonë, dita i ka 24 orë, edhe në tash na duhemi me kalkulu gjithçka me mri, dhe më thonë me kode brenda kapaciteteve fizike edhe intelektuale njëkohësisht. Edhe kjo po mbën më u friksu se okay, pjesa teorike në rregull, mirë po që ajo teori po ju ndikon mandej edhe në ngarkesa të ndryshme emocionale. Kështu që shpresoj shumë që ju si psikolog të shkollave, nëse e keni ndonjë efekt ose mundësi për mendo, e kisha shfrytzuar rastin këtu publikisht me ton ty që ju lutem ta keni parasysh këtë pjesë që me adresu sa më shumë që është e mundur, për shkak se sinqerisht konsideroj që është problematik shumë e madhe. Lera, për momentin arsimi në vendin tonë është kuasht. Jemi në këto vlerësimet që po ndodhin kohët të fundit, pa i dhonë shumë zë kësaj pjese përderisa nuk jam kompetente të flas. Po unë e ceka dhe ma herët gjatë bisedës tonë që baza e edukimit është edukimi i hershëm. Kohëve të fundit është ka punohet shumë në trajnimin e edukatorëve për edukimin e hershëm. Po ajo qalimi hallka e thyer ndodh në momentin kur del në aplikim. Gjatë kohës kur aplikohet, monitorimi her pas here është i qaluar. Padoshtë me kalu të kërkush personale, po kam shumë qejf që se cili me reflektu të vetja vetë në këtë pjesë, edhe nëse ti në klasë, për shembull, ti në klasë, i ki 20 nxënësa parashkollor, edhe na jemi të vetëdijshëm, sidomos në këndvështrimi i profesionistit, se fëmijët në moshën 5 vjeçare, gjumin e mesdites nuk e kanë të domosdoshëm. Ka prej fëmijëve që e kanë të nevojshëm, edhe kërkojnë vetë, po shumica ma e madhe fëmijëve refuzojnë. Kështu që 5 vjeçarët në parafillor nuk e kanë të obligueshme që të hinë në dhomën e gjumit edhe në formë piquj të dhënshme të detyrohen të flejnë. Nëse kemi një situatë të tillë, atëherë ku po qëndron gjithaj edukim bazë për edukimin e hershëm që të gjithë edukatorët e kanë marrë. Nëse është një rregull i pashkruar që ty të ka thonë drejtori se në çet kohë duhesh mi qit fëmijët me flejt. Është rregull i pashkruar, por i them, ti duhesh monal të ndërgjegjja jote dhe të profesionalizmi yt. Të gjithë janë të lirë me i tregu drejtorit që nuk është në rregull për mirëqenien e fëmisë. Edhe është në rregull që ta diskutojmë që çysh ta zgjidhim. Forma më e lehtë është mi dhon arsyetim vetit më ka thonë drejtori ose më ka thonë mashti. Atë me gjujt topin të tjetri. Edhe prindi i pa informuar në këtë fushë tërhiqet se pas kanë thonë të mdhajt. Mirë po na jemi dëshmitar të situatës arsimit, jemi dëshmitar të fëmijëve prej 1 në 5 që i kanë tekstet shumë të ngarkuara. Na jemi dëshmitar të gjitha ato ngarkese që përbartet në shpinat e fëmijëve. Do thot në krahasim me vitet paraprake, çdo i treti fëmijë ka vështirësi me kifozën ose skoliozën e shpinës. Do thot ai me atë vështirësinë e vet ka mi bart atë çantën me 10 kg që e ka në dispozicion. Secili libër e ka edhe një fletore pune, e ka edhe një fletore që ja kërkon mësuesja me shkru. Unë nuk du me diskutu pjesën e ekspertëve, se jam shumë e sigurt që ekspertë janë marrë me zhvillimin e kësaj literature. Mirë po, që e shoh si vështirësi aktuale të fëmijët tonë, po, që e shoh si diçka që duhet me shumë urgjencë të trajtohet, po, se fëmijët tonë të pas parasysh se në shtëpi janë digital dhe në shkollë janë bardhëze, është një konfuzitet shumë i madh për ta. Fëmia del në shkollë, sikur që e thash më herët,
se kërkohet që të lihet telefoni në sekretari me një dollap ose ku ta dione. Fëmia çdo pushim e nxi pret me shku me rishiku telefonin, shembull, ose me nxi pret me kry shkolla me pas qasje në internet, kur të shkon në shtëpi me vazhdu botën e vet të gjallë të internetit, se është shumë ka ngjyra shumë të bukura në krahasim me realitetin që është bardhëzi. Atëherë këtu është një konfuzion i madh. Prindje detyron me bë detyra, detyron me mësu, se përveç asaj pjese që punon në shkollë i ka dhe disa detyra shtëpisë. Do të bëhet një kontradikt shumë e madhe, që është shumë aktuale te na. Pavarësisht pse kena shkolla dhe private dhe publike, ideja është se të punojnë të gjithë me të njëjtën kurrikul, se ashtu janë të obliguar. Po nga këndvështrimi jam, përqendroj edhe unë si prind përderisa nuk jam kompetente të flas për pjesën e teksteve, e shoh që është diçka imediate që duhet mirën masa për ndryshim. Mirë po, te pjesa e edukimit hershëm, qëndroj shumë bindshëm se nëse nuk mirën masa tash, mas një 5 vjeçare i kena me pas një vështirësi hala më të madhe se që e kemi tash. Kështu që kur kena mundësi me ndal, është më mirë t'i hapim sytë dhe veprojmë tash, mos ta presim me na kalu edhe një 5 vjeçar që dalin ata në klasën e parë dhe të kena vështirësi tjera. Po. Blerta më kanë njoftu regjia që disa minuta që koha na ka përfundu. Une kam edhe shumë çka me pyet për shkak se e di që ato pikpyetje, domethënë i kanë edhe ata që janë duke na ndjek, për ndryshe të falenderoj shumë për prezencën, për këshillat, për gjitha sqarimet, unë nuk knoqesha shumë. Faleminderit Vlera, ishte kënaqësi sot isha me ty këtu. Faleminderit. Mirupafshim në podcastin e radhës.